Përballë luhatjeve të forta të tregut të karburanteve, qeveria e Kosovës ka ndërhyrë me masa konkrete për të kontrolluar çmimet dhe për të kufizuar fitimet e operatorëve ekonomik. Institucionet vendase argumentojnë se rritja e menjëhershme e çmimeve ka krijuar presion mbi qytetarët dhe bizneset, duke kërkuar një reagim të shpejtë të rregullator. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari, bëri të ditur se është nënshkruar vendimi që vendosi kufin të qartë mbi marzhat tregtare. Sipas këtij vendimi, shitësit me shumicë do të lejohen të aplikojnë një fitim maksimal deri në 2 cent për litër, ndërsa tregtin me pakicë kufiri do të jetë deri në 12 cent për litër. Autoritetet theksojnë se masa ka karakter mbrojtës dhe synon të ndalë praktika spekulative, ku çdo rritje e çmimit në import reflektohet menjëherë dhe në mënyrë disproporcionale me tregun vendas. Sipas tyre, ndërhyrja do të krijojë më shumë transparencë dhe parashikueshmëri për konsumatorët. Vendimi erdhi pas një procesi monitorimit të vazhdueshëm të tregut, ku analizuan të dhënat e doganës së Kosovës dhe raportet e inspektorit qendror të mbikëqyrjes së tregut. Nga këto analiza rezulton se çmimet e importit po pasqyroheshin menjëherë në pikat e shitjes, duke rritur barrën financiare për qytetarët. Me këtë hap, qeveria synon të ruajë stabilitetin e tregut të karburanteve, të shmangë rritjet e pajustifikueshme dhe të garantojë mbrojtjen më të madhe për familjet dhe bizneset në një periudhë kur kostoja e jetesës vijon të jetë në rritje.